Ja mbretëreshe. Mbretëreshe është me ngjilë të kaltër. Perfekt. Bletat të cilat kanë ngel këto, mund t'i bëjmë vetëm një Përshëndetje shikues të kanalit tonë Bletëria Shqip, qoftë në YouTube ose në Facebook ose në TikTok. Sot vendosa ta bëj një video ku mund të bëjmë transferimin, ose më saktë do të bëjmë transferimin e një nukleusi. Do të kontrollojmë fillimisht gjendjen e nukleusit dhe do ta transferojmë në koshere të mëdha. Nukleusi në fjalë, disa informacione të shkurta, para 2 javësh i kemi marrë një ndarje me 2 korniza. Domethënë kemi heq 2 korniza me pjellje të hapur dhe të cilat kanë pas edhe ushqim. Ku presim domethënë krijojnë çibuk dhe amzor të mirë, kurse kolonien prind e kemi zhvendos, domethënë dikon 10 metra më larg, kurse në vendin ku ka qenë kjo, aty kemi vendosur ndarjen me qëllim që të kthejmë bletat punëtore dhe gjithë fuqia e kolonisë të kthehet tek aty ku do të krijojmë domethënë shtesën e re. Sot atë koloni do ta transferojmë në 10 rrugëmis. Shohim a ka arrit kushtin fillimisht ose jo. Kështu që ju ftoj ta ndiqni deri në fund këtë video, sepse mund të mësoni ndonjë gjë të re, e sidomos nëse jeni bletar i ri. Ju lutem ta përcjellni deri në fund me shumë kujdes. Para se të fillojmë, domethënë bëjmë transferimin, ne përgatitemi me kosherën e madhe, po ashtu edhe me kornizat të cilat do të na shërbejnë. Nuk vendi është domethënë dikon 10 metër më larg, kurse këtu kemi sjell domethënë kosherën. Kjo është kosherja. Është e dezinfektuar, por do ta dezinfektojmë edhe një herë. Për çdo rast. Janë këtë formë, përmes flakës bëhet edhe dezinfektimi i kosherës, po ashtu edhe kapakut, sigurisht do të bëjmë edhe dezinfektimin e kapakut. Perfekt. Kemi pak erë, po shpresoj që të shkojmë me sukses gjithçka. Kush dëshiron ta shohë si ka qenë gjendja e këtyre nukleuseve, e kemi bërë një video dhe e kemi në YouTube, shohim çka ka bën lëvizje pas ndarjes. Po çka më thol. Perfekt. Shifët domethënë nga pamja se nukleusi është perfekt. Ju thash edhe pse I kemi marrë, domethënë. Di korniza me pjell. Kjo është korniza e skajt, pjellja është perfekte. Kemi ja mbretëreshe. Mbretëreshe është me ngjilë të kaltër. Perfekt. Tani punojmë me më pak stres. Okej. Tani nuk kemi shumë stres për arsye se gjetëm mbretëreshën dhe vazhdojmë në kornizën e dytë. Korniza e dytë na jep një pjellje perfekte. Edhe ana tjetër është njësoj. Me shumë kujdes e zhvendosim këtu, ashtu siç kanë qenë. Pastaj në fund do të shohim plotësimin me korniza tjera. Perfekt. Jeni duke pa dhe vetë se domethënë ka një zhvillim shumë të mirë. Ja dhe korniza tjetër. Ja dhe ana tjetër. Është një pjellje perfekte kësaj mbretëreshe me gjenetik të selektuar. Deri tani kishim 4 korniza të plota me pjellje dhe
e skajt, po edhe kjo qenë ka me pjellje. E kemi kap momentin, dhe më thonë, kemi bon transferim në momentin e duhur, për arsye se kjo komplet është me larva. Ja dhe ana tjetër, nuk e di sa po mundet me vërejt në kamerë, po shifni se ka larva. Kolonia dhe më thonë është blokuar nga pjella. Edhe dylli që kemi dhe më thonë sipër, na jep që ne të bëjmë intervenimin e duhur. Aja që do të bëj tash, ne mund të plotësojmë me 5 korniza të reja me flet dylli. Por për arsye që një zhvillimi më të hofshëm dhe më të shpejt, ne kemi korniza të punuara, të cilat janë shumë të mira, do t'ja japim këtu afër. Perfekt. Do t'ja japim një flet dylli të papunuar në skaj. Aprish punë nëse i ndrojmë vendet. Fleta me këtë, jo. Thjesht unë e po afroj afër pjellës. Po ashtu, këtë fletën dyllin tjetër do t'japim nga kjo anë. Nëse kolonia ka nevojë për zgjerim, do të filloj të punoj këtë kornizë. Po ashtu do t'japim edhe një kornizë ngjyrë kafe, të cilën ka mundësi të zhvendos ushqimin, cila do shërbej për ushqimin e larvave në këtë pjesë këndej, qoftë polen ose mjalt, po ashtu kemi edhe një kornizë pak më të zezë, e cila do të shërbej për ushqim. Në kontrollin e radhës, nëse kolonia ka punu këtë kornizë dhe ka fillu të hedhje vezësh, ne këtë do të transferojmë në këtë pjesë dhe do të zhvendosim nga ana tjetër. Sidoqoftë, mos të flasim para kohës sepse nuk e dim se si po shkon puna në këtë koshere. Tani për momentin mjafton ky zgjerim që i dham, domethënë kolonia të zgjerohet me vetdëshirë, sepse kemi pas mundësi që këtë kornizën me pjellë që e kemi këtu, ta bëjmë si kornizë të tretë dhe në vend të saj ta zhvendosim fletën e dyllit. Kjo e detyron koloninë ta punoje këtë kornizë. Por ne nuk do ta bëjmë atë, do ta lëmë në mënyrë vullnetare. Këtë dyllin këtu që e kemi, do ta largojmë sepse do të ngjytet mbi tavan dhe pastaj na krijon telash. Ky dylli nuk do të hodhet, bani mend, domethënë vletarët e ri, sidomos të vjetrit vetëm se e din, mos e hodh. Kjo është dyll shumë i mirë për krijim të, domethënë kupëzave, të cilat shërbejnë për prodhim të mbretreshave, sepse është dyll 100% nga bleta. Janë këtë formë dhe perfekt. Unë mendoj se kemi bën një intervenim të duhur. Bletat të cilat kanë ngel këto, mund t'i bëjmë vetëm një shkundje të thjesht ose thjesht ta lëm afër kështu dhe ato futen brenda. Po për shkak se kemi mot, do të kemi mbas ditë mot me shi, ne nuk guxojmë të ta lajmë në atë formë. Aja që do të bëjmë është vetë thjesht ta mbyllim dhe të i dëshirojmë suksesin. Nuk ka nevojë as për ushqim, nëse japim okay, e ndihmojmë me zhvillim më të shpejt, por se bagremi ka sjellje të mira dhe me kaq e përfundoj këtë video. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, na konfirmoni me një like nëse keni ndonjë koment ose ndonjë parregullsi ose ndonjë ide më të mirë, qoftë ndonjë gabim që kemi bën gjatë këtij intervenimi, ju lutem na komentoni. Thjesht të ndajmë eksperjenca të ndryshme me bletar të ndryshëm, sidomos ato me përvojë. Unë i dëshiroj një zhvillim të mirë dhe këtë do ta kemi një koloni të fuqishme për vitin që vjen. Për këtë vit, kjo do të arrijë të mbajë mjalt për veten e saj, pavarësisht kullosave. Për fund, nëse mendoni, mund na jepni një like, të konfirmoni për cilësinë e videos. Mirëmbëjtje, shihemi në videon tjetër.